Përshëndetje, sot në lëndën e historisë kemi temën njerëz të shquar të botës së lashtë dhe mrekullitë e botës së lashtë. Do të njohim figura dhe personalitete të shkencës dhe të letësisë, do njohim 7 mrekullitë e botës së lashtë dhe do krijojmë një album të mrekullueshëm me foto dhe me informacione për këto 7 mrekulli. Heroditi është autori i veprave antike të filozofisë që më vonë ka shumë shkencëtar do të merren si pikënisje të punës së tyre. Ai është i pari i cili ka përmendur emrin e ilirëve. Aristoteli ishte filozof, mendimtar dhe shkencëtar i shquar i Greqisë antike, quhet ndryshe edhe filozofi i fatlumturisë. Ciceroni ishte filozof dhe historian i Romës antike. Gjatë jetës së tij, ai është dalluar për oratori, që mbante fjalime si bushteti dhe avokat. Arkimedi ishte matematikant, fizikant, inxhinier, astronom dhe filozof i lashtë sicilian. Dalloi për mençurinë e asaj kohe, u bë i njohur në luftën e dytë punike pasi zbrapsi romakët me makineritë e luftës të cilat i kishte përpiluar vetë. Atëherë do të gjejmë informacione për këto figura. Homeri ishte poet epik legjendar i Greqisë së lashtë. Ai shfrytëzonte mrekullisht burimet e pasur të letësisë gojore. Eskili ishte një dramaturg dhe tragjediani më i madh i antikitetit grek. Virgjili ishte poet romak i famshëm për shkrimin e veprës Eneida, ndërsa Plutarku ishte historian dhe filozof grek, moralist i shquar. Prodhoi shumë vepra, por mjerisht jo të gjitha janë në kohën e sotme. Atëherë, edhe për këta do të gjejmë informacione